Në oborrin e shkollës Zekria Regja, sot nuk dëgjoheshin vetëm tingujt e zilës së mësimit. Për të katërtin vit me radhë, në këtë shkollë, aktivitetet e 1 qershorit organizohen të ndara sipas niveleve, ndërsa gjithë dita zhvillohet në 3 faza. Të shpërndarë në çdo cep të shkollës, nxënësit e klasave të ndryshme, po zhvillojnë aktivitete të organizuara së bashku me mësimdhënësit e tyre. Drejtori i kësaj shkolle, Flora Trudi, na tregoi më shumë detaje rreth organizimit dhe zhvillimit të kësaj dite. Gjatë ditës sotme, përnder të festës 1 qershorit, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, sot në shkollën tonë janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Ky aktivitet brenda ditës konsidon 3 faza të ndryshme. Faza e parë e ditës zhvillohet brenda klasës me mësimdhënësit lëndor, aktivitete të cilat zgjojnë kurreshtën për 1 qershorin. Pastaj aktiviteti i dytë janë aktivitetet të cilat Këshilli i klaseve përkatësisht paraleleve i kanë përzgjedh për mi realizu me nxënësit e asaj gjenerate, ndërsa faza e tretë është faza kur ne rshojmë pak muzikë për gjithë nxënësit e shkollës dhe ja argëtojmë në kuadër të atij ndrimi. Gëzimi i kësaj dite pasqyrohet edhe në fjalët e këtyre fëmijëve, të cilët me emocione ndajnë mendimet e tyre për 1 qershorin. Sot është dita e 1 qershorit, festa e fëmijëve, që fëmijët do të luajnë shumë aktivitete dhe do të kenë buzëqeshjen e fytyrë. Sot është dita e 1 qershorit, dita kombëtare e fëmijëve. Ne bëjmë shumë aktivitete për të 1 qershorit dhe unë uroj gjithë fëmijëve që të kanë buzëqeshje në këtë ditë. Aktivitetet do të mbyllen në orën e pasdites me kuizin e ditorisë, ku nxënësit do të kenë mundësinë të testojnë njohuritë e tyre në një atmosferë festive. Kështu, secilit nivel ju dha hapësirë për të shprehur kreativitetin dhe talentin e tyre, duke e kthyer 1 qershorin në një festë të vërtetë të fëmijëve.